Shëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët këtë pasditë në Dita me ne, si gjithmonë në DTV Media. Sot do të flasim për diçka të së ardhmes, pra kemi folur për teknologjinë, kodimin dhe të ardhmen e trimëve në këtë fushë. Për këtë pikërisht e kemi të ftuar trajnerin Muamer Ujkuani dhe dy vajza shumë të suksesshme, pra Larta Plana dhe Grejsa Paci. Kam nderin t'i kem sot në studio. Përshëndetje. Cilë për neve. Atë fillojmë me ju, pra, zotri Ujkuani. Më shmë nga tregu, pra, si kanë qenë ato fillimet e tua, pra, jo e keni një përvojë rreth 20 vjeçare në këtë fushë, në përgjithësi, pra, ka kjo? Unë kam një përvojë mbi 20 vjet në fushën e si trajner dhe mësimdhënës i teknologjisë, qysh në hapat e parë të kodimit e së programimit. Ne kemi filluar rrugtimin tonë në për shkolla, si mësimdhënës i teknologjisë, dhe duke shërbyer në komunitet si trajner në fushat të ndryshme, dhe më thonë kam një përvojë gati 20 vjeçare edhe si trajner në përkurse dhe aktivitete ndryshme. Mirë po kohëve të fundit, si nevojë dhe zhvillim i trive në fushën e kodimit dhe programimit, kam arrit me themelu edhe një akademi timen personale, e cila titullohet Coding Train Academy. Tani jemi në vitin e 3 të themelimit të saj, dhe jemi duke u zhvillu ose duke u merr me tri edhe treja në zhvillimin e teknologjisë dhe inovacionit. Çfarë kanë qenë ato sfidat e para, pra që nga viti i parë, pra çfarë kanë qenë ajo pjesa strukturore, ndoshta e formimit së akademia? Me të thënë drejtën, me themelimin e akademisë, ndoshta nuk kemë pas shumë pak barriera, për shkak se përvoja ime shumë vjeçare në këtë fushë më ka ndihmu shumë. Pastaj kontributi im në komunitet dhe përgatitja shumë gjeneratave si mësimdhënës, nuk e kam pas sfidë të madhe për me vazhdu këtë fushë. Më thonë se të njëjtën fushë kam qenë duke zhvillu edhe më herët, dhe tash ideja ka qenë me pas një akademi tonën personale, ku trit dhe trejat me zhvillu karrierën e tyre, po edhe me mësu në fushat e reja. Shumë nxënësa na kanë ofruar me na ndihmu në këtë fushën e teknologjisë. Normal sfidat janë, mirë po, me të thënë drejtën, shumë pak kemi sfida, ma tepër kemi suksese në këtë rrugë. Cilat janë ato sukseset që tash për tash vinë mend dhe ndihesh shumë krenar për to? Po, i sukseset e para, ne kemi filluar akademinë diku në muajin gosht 2023, dhe qysh në muajt e parë kemi arrit bashkëpunim me një organizatë që quhet Shpek për realizimin e orës kodimit ose Hour Code. Paraprakisht ne jemi certifikuar nga Shpiku dhe nga Hour Code ose KodeRG, që jemi në mesin e pak trajnerave ndërkombëtar për Hour Code, dhe bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit Komunat kemi filluar me trajnu mësimdhënës atë nivel të Kosovës. Pastaj ne si CTA jemi bë partner i Shpikut dhe Ministrisë dhe Komunës, ku kemi fillu rrugtimin ton me realizu orë kodimet për shumë tri dhe treja, qoftë duke shku me vizitu shkollat, ose qoftë duke ftu nxënësa në për akademinë tonë, dhe ato dhe thëtë shumë tri kanë gjedë, ose kanë pa për herë të parë se si mësohet kodimi, edhe shumë tri pastaj na kanë bashku edhe në rrugtimin tonë tash në rrugën e kodimit dhe programit. Pra ka zgjuar shumë interesin pra ky kodimi, sepse edhe është kështu temë goxha aktuale dhe atraktive, pra edhe për të rritë sidomos, ndoshta edhe për musha tjera, por edhe tek ma të vegjëlit, pra që nga ndoshta musha 10 vjeçare, unë nuk më pas raste që po dëshirojnë mi ndjek disa kurse. Sa ishin në këto kurse pra që po kanë ndikim tek të rritë? Pra ta që fillojnë kështu. E mira është se në për shkolla janë kriju standardet të reja, edhe ministria, por edhe komunat, edhe shumë organizata janë të punu në këtë drejtim. Shumë shkolla tash kanë kriju kabinetet e tyre. Dhe landën e kodimit janë duke provu me organizu edhe në forma ndryshme, qoftë në kadër mësimit zgjedhor ose një fushës tjetër. Dhe edhe në për shkolla ka fillu të preket pak ora e kodimit, pastaj në landët e etikut që edhe një mësimdhënës etikut për klasa 6-9, ne zhvillojmë edhe kemi orë kodimit, po kemi edhe landën e teknologjisë. Megjithatë, ka ende shkolla ku ju mungojnë kabinetet, ju mungojnë pjesë nashta elementare për me zhvillu orë kodimit,
Dhe kjo pastaj neve na ka ndihmu për me realizu orë kodimit në CTA, Coding Train Academy, po edhe me ndihmu në për shkolla. Dhe tani shumë tri moshat e reja janë ato ku shumica po kanë dëshirë me shfrytëzu telefonin nëse pajisjet e ndryshme. Dhe kjo është mundësia hapi i parë që na një tri me orientu drejt edukimit digital. Qa po bën CTA-ja, domethënë është qëllimi që jo vetëm me majt kodim, po me majt edhe edukim digital. Mi përgatit domethënë se paktën qëndrimin qysh me qëndru para kompjuterit, pastaj qysh me përdor në mënyrë drejt tastierën dhe hapa tjerë, pse nuk duhet me lujt loja, sepse duhet me lujt loja në mënyrë konkrete, po qysh me kriju dhe loja duke mësuar. Dhe kjo tash mosha e re është aja ku ne duhet të fillojmë hapat e parë, me drejtu drejt orientimit drejt me përdor teknologji. Si duket pikërisht një orë mësimore tek CTA? Orë mësimore janë kryesisht praktike, zhvillohen CTA-ja ka kryesisht pajisjet teknologjike, duke nis nga laptopat, po ne shfrytëzojmë edhe pjesët e tjera të përveç kodimit, jemi pjesë e garave të robotikës, jemi pjesë e garave të fushave të ndryshme, ku jemi pjesë në kodim. Ora kodimit është domethënë praktike, ato që realizojmë në klasë, krijojmë klasa online, qysh në Classroom dhe Discord dhe klasë tjera, ku detyra dërgohet përmes platformave online, ku nxënësi ka qasje në shtëpi, me lexu detyrën, me ushtru dhe me dërgu prap në për korrigjim, edhe me pa progresin e tyre. Pra këto pikërisht edhe online? Po, edhe është e mirë atar se teknologjia ka kriju këtë mundësi që një nxënës, tash na ekzistojmë si qendër në qytetin e Vushtrisë, po domethënë tani jemi të përfshi edhe jashtë qyteteve tjera, se komuniteti online e ka bërë punën e vet dhe një nxënës nëse ka dëshirë me një trajnim CTA, mundet pa problem për një qyteti tjetër ose për një shteti tjetër, dhe jem të përfshi tash edhe nxënësa. Është e mirë edhe për diasporën, sepse shumë nxënësa që jetojnë në diasporë, tash po kyqen fëmijët e tyre edhe me komunitet shqiptar ose kosovar këto ose vendas, edhe po mësojnë bashkaresht nga shtetet të ndryshme që janë duke jetuar ose të mësuar. Pikërisht dhe ishta me të pyetën këtë pjesën, pra, cilat shtete ke pas që ka pas interesim më shumë edhe cilat mosha kryesisht? Po tash fati i mirë është që në qytetin e Vushtrisë nuk jemi ne vetëm ne si CTA. Ka dhe qendra tjera trajnime, ku të rinjët kanë mundësi me zgjedh qendra ndryshme. Ne nuk jemi më të mirë, domethënë qyteti i Vushtrisë është të kriju qendra të mira për kodim, dhe ne jemi një pjesë prej tyre. Po, edhe në qytete tjera ka shumë akademi, shumë organizata që ofrojnë kodim. Dhe ka rast që dikush prej tyre e gjen veten CTA pak më tepër, po kryesisht domethënë në për qytete tjera ofrohen edhe kurse afër tyre. Po ata që dojnë me ndjek online, ne kemi pas një bootcamp tash, ndoshta Gresa më na fol pak më shumë për to, ku kemi përfshi shumë tri edhe jashtë qyteteve tjera. Po ndalemi pra te Gresa, si ka qenë eksperjenca jote pra në CTA? Eksperjenca ime në CTA ka fillu tash një viti pothuajse. Nërsa sa i përket tregut teknologjisë, unë jam fut thujse që 3 vite, sepse tash jam studi me në shkenca kompjuterike këto në Prishtinë. Nërsa në CTA kam fillu vetëm e një kurs për WordPress, e cilin ato do me thonë pëthujse 3 muaj që ka zgjat edhe kom pas në eksperiencë shumë të mirë. Pastaj në kodër kurset Coding Training Academy, ato do me thonë fillova edhe në bootcamp, e cili ka të bëj me full stack developer, e cili ato da ne kena pos do me thonë me teknologjit ndryshme që jena mirë, ku si fillim do me thonë kena fillu me onen front-end që kena të mësu ato teknologjit, apo me thonë pak ma ndryshe ato gjutë programuse, pak ma të thjeshta që janë front-endit, pas kena kalu edhe te back-endit, po gjithmonë kena vazhdu duke kriju mini projektet ndryshme, por si projekt final, do me thonë na kena vazhdu edhe e kena ndërtue një projekt i cili tashmë është edhe funksional, i cili titullohet LM Academy.
Ato kena pos esencën, ose do me thonë qëllimi kryesor i këtij projekti ka qenë që me kriju kurset ndryshme ato mrena, gjithashtu me pos menaxhimin e studentave, edhe studentat me u kyç ato, edhe do me thonë përmes aty në kurseve me i fut edhe studentat që më merr më shumë me kurset ndryshme. Pikërisht jo përmendet edhe në fakultet shkenca kompjuterike, sa ka ndihmu kjo kështu dhe kjo ndoshta është aktivitet pak më ekstra, por që kërkon edhe kohë dhe dedikim, pra sa ka ndihmu kjo edhe pikërisht në këtë fushën edhe të fakultetit. Po, mu më ka ndihmu shumë mirë, sa i përket fakultetit, unë i ku marrë një orit bazike, po i ku marrë edhe një orit praktike këgjat mira, po si mesazh kisha dosh me thonë për shembull që ja vlen edhe kurset me u regjistru. Arsyeja pse them këto është sepse ta jep një mundësi shumë të mirë, të jep disa hapa shumë të suksesshëm që mundesh me arrit sikurën e që i kom arrit, ku tash unë jam edhe certifikuar si full stack developer përmes kursit CTO. Pastaj përmes këtij kursit që unë e kom përfundu, do me thonë si full stack developer, edhe jom certifiku, fol kursit tashmë unë jam edhe do me thonë edhe si më thonë se front-endit ato punë këtë kurs, e cilën e kam shumë kënaqësinë që do me thonë edhe dijen tem që e ku morë prej kursit, po gjithashtu edhe prej fakultetit që më ka ndihmu, sot do në trive, ja jepi dijen tem, ja jepi edhe atyne cilat mundon në mënyrën maksimale me ja bo. Ajo që ka ma shumë në jepi nuk ka të bëj vetëm me kodim. Ajo që ka duhet me jep të studentat e rinë, është shumë mirë e tha dhe profesorit që duhet me jep edhe onën edukative, edhe onën shpirtërore tjetër, sepse kodimi nuk ka të bëj vetëm me kod, kodimi ka të bëj me mendimin kritik, ka të bëj me mendjen logjike, gjithashtu ka të bëj edhe me durim këgjashëm. Për arsye që nuk mundesh shumë lehtë me u fut, do me thonë do të gjithmonë gradualisht, pa ajo që ka duhet mas shumë të është që nuk duhet asnjëherë më dorëzu dhe më nol, për arsye sepse fillimi është pak më vështirë, por sapo kalojna dhe ne i futum rrjetat kodimit, do me thonë është një argëtim shumë i mirë, edhe është shumë diçka që gjithashtu edhe tregu sot pe kërkon, tregu sot pe lyp, siç e përmend edhe këtë LM Akademi që ne e kena kriju, e kena ndërtu me profesorat ton, tashmë është funksionale që mundet me përdor prej akademisë ndryshme, por mundet me përdor do me thonë edhe shkolla ndryshme për studentat e vetë, cilat ju mundsojnë për kurset tona që na kena mi vendos ato në vazhdim. A mundesh me shpjegoj kështu pak më thjesht këtë pjesën, çfarë është dallimi front-end developer, back-end developer dhe full stack developer? Spori fillojna me front-end developer, ku front-end developer është pjesa e dizajnit, pjesa e veçfaqjes cilët na shikojna, do të thonë ajo faqja kryesore cilët na e shohim me syrin tonë të njerëzit, sa i përket dizajnit, sa i përket grafikave ndryshme, kjo ka të bëjë komplet me front-end developer që përfshin si HTML, CSS dhe JavaScript, edhe ona back-end, do me thonë ajo është pjesa mbrapa projekte, mbrapa faqeve tona cilat na i krijojna, i lidhëm me API të ndryshëm, i lidhëm do me thonë funksionalitetin ja jepëm, kjo është ona e back-endit. Ndërsa full stack i bjen kur një student ose një programer e din edhe onën e front-endit, edhe onën e back-endit, krejt të dyja bashkë do me thonë e krijojna ose thirrëm me një emër full stack developer. Kështu që unë jam e certifikuar tashmë si full stack developer. Cila ka qenë ndoshta pjesa pak më e vështirë e kësaj, pra e para apo e dyta? Për juve personalisht, pasi që i ke kalu pra dy fazat. Ma shumë ka qenë, pak ma e vështirë është faza e dytë, faza e back-end developer, sepse ka të bëjë ma shumë e teknologji ma ndryshme dhe teknologji pak ma të avancune, gjithashtu edhe një logjikë pak ma modhe që kërkohet, por që mjafton ka njëherë vullneti dhe dëshira edhe nuk është asgjë e pamundur, edhe nuk është asgjë që nuk mundesh që të pengon ose që mundet me pas në vështirësi. Patjetër e përmendëm edhe pra arritjet kur i shohim se për një punë e jona apo shpërblet edhe për shohim një rezultat mirë, përmendëm edhe akademinë, kjo edhe jushtin që me vazhdu. Shumë, po. Kjo Arta, mundesh më tregu pra cili është ai dallimi që e ke vrejt tek vetja, që nga viti i parë, ndoshta muaji i parë që ke shpreh interesim në kodem, me tash që jeni full stack developer? Atëherë në hapat e parë të rrugtimit tim, normal që ka qenë pak sfiduese, se jam përballë me gjëra që ndoshta nuk i kam pas asnjëherë, por
Që ka qenë e mirë se bashkë me profin më merë, ne kemi shku në për eventën të ndryshme, në për trajnime, edhe kena rritë dhe me thonë me kuptu ma shumë për botën e teknologjisë, qysh funksionon teknologjia. Kurse tash, normal që jemi avancu, duke ndjek trajnimet ndryshme, si në anën e frontendit, po ashtu edhe anën e backendit që përmeni edhe më herë kolegja jonë. Kështu që tash, po ashtu e kisha përmen që Coding Training Academy bashkë me profën e ka jep të më thoni mundësi që me i nda përvoja tona edhe tek trenjët. Posa qëresht tek vajzat, se jatë ndështë ka njëherë mendojnë që programimi nuk është për ne, po programimi është për gjithë, edhe pse jo që vajzat me qenë të kjo pjesa që me sfidu veten, normal që mënen, veç me besu mas shumë të në vetë veten, edhe dhe me thonë me i tregu... Për këtë e kam u knatësin me pas të ju e dy jam në studio, e vajza ka shtë mira, ka shtë bukra, po ashtu dhe shumë të mequra. Po ashtu edhe me i tregu aftësit e tyre në zhvillimin e teknologjisë. Atë fokusohemi të kjo, pra zotë ma merë. A mund është nga të regu që atë janë ato aktivitetet e para, që i keni bo me aktivitetet tash, të ardhmes, që a keni planifiku? Ne në kodrë të javës globale të vajzave, kemi realizuar ose kemi bani fushat vëdisuse të vajzat e reja, ku prapë edhe ato kemi kriju një javë, ku vajzat e reja kanë arë në CTA, kemi thonë dhe më thonë, hajde të provojmë me kriju një biografi për mes programimit. Edhe qysh në hapat e parë, shumë vajza kanë provu për herë të parë me shkujt kod me HTML, një gjuhë programuese që është nështë ma e leta për to, dhe shumë prej tyre jenë motivu prej asaj orës, e kanë po që kodimet e kështë interesant, po dashka me fillu, me provu, edhe një pjesë prej tyre, tash veç i kemi brenda CTA-s. Dhe thot, ideja është sa ma shumë promovim, sa ma shumë edukim digital të trit, të vajzat, edhe këtë komunitet që për kryojnë ana, me mbajt mrena CTA-s, edhe këtu dije mi shpërnda të këtë trit. Dhe më thonë, që kjo është paka shumë. Ne si CTA, që është në hapat e parë themelimit, kënë nga kriju bashkëpunime me donatorë, me organizatat të ndryshme, ku shumë të ri, studenta, ju ka jep mundësia me kryu kurse në CTA, për kurse më të advanced, po, këtë pjesën advanced, që këta mu pregadit ma shpejt për tregun e punës. Disa prej tyre tash veç kanë dalë në përtregjet e ndryshme që janë duke punu kurse në punat të ndryshme si fillestar në pjesën e programimit. Dhe thot, kjo paka shumë është tash CTA-ja të rritë u zhvillu. CTA-ja më po duket si një listë e goxha e fort për direkt të tregu i punës, edhe me të vërtet po pregaditën të rinë këtë pjesë. Kjo është qëllimi, dhe thot, një pjesë e CTA-s me të mbranda, me ndimu komunitetit tash të ri, një pjesë për tyre me dalë treg, pak me po tregu në jashtëm, edhe është e mira CTA, se ndështë të CTA-ja, unë si Muhammer, e kryesisht e kemi kriju me ishtë nëzancat të cilat i kam trajnu qofë në për kurse, qofë në për shkolla ndryshme, edhe është e mira që qyteti i Vushtrisë ka kogja shumë programera, qofë vajza, qofë djemë, edhe ata programera në kanë ofru, më në ndimu edhe shumë kurse ndashta i kemë njërë vullnetare, që ka qenë bootcampi, me dhe ishtë nëzancat e mi që kemi majtë Valdrinë, Almedinin, ku ata kanë përfitu, janë të punu në kompani ndryshme të programimet, qofë për vendin tonë, qofë për vendin ndryshme ndërkombëtare, kompani shumë njoftëne, edhe përvojat e tyre tash me sjellën CTA, po është një diçka shumë e mirë. Edhe tash këto vajza që kanë fillu, janë angazhu në CTA, po kontribojnë me përgatitjen e gjeneratave të reja. Kjo është një urlise që ne jemi përgatit për treg punës. Mirë po, çka po bëjmë tjetër është mi u tregu se programimit dënë dërem. Edhe shumë dhe më thonë prind, ose shumë zonca nuk me kanë këtë durimin edhe po mendojnë që shumë shpejt bëhesh programer. Pastaj tregu i programimit po bëhet gjithmonë konkurus, edhe jo gjithkohë tash me mujt me depërtu në treg, po e mira është jo vetëm programera, po tjenë përgatitën në edukim. Edukim se teknologjia këmë ju dashtë në të na fushat. Nëse sot nuk bëhet programer, të paktën e shfryzon me një fush ku këmë studiu, qoftë në fushën e doktorit, qoftë në fushat e ndryshme në jetë të përditshme.
E përmendëm edukimin digital, dhe unë fokusu ma shumë të kjo pjesë. Pikrisht ju si e keni analizu si profesionist i fushës? Tash edukimi digital është kjo pjesa ku ne dhe më thonë sa ma shumë, qoftë si shtet, qoftë si individa, qoftë si akademi që jemi themelu, me më fokusu të trit, me projekt temat kryesore, të paktën ata është e pamundur tash me largu prej telefona, prej gjonave ndryshme. Ne tash do të më mësu, ose do të më tregu trive, që nuk është shamo vetëm një lojë këtë bota në teknologji, po ka shumë sene të mira ku ata mundën më zhvillu për jetë, që ja zhvillojnë mendimin kritik edhe logjikën. Edhe njëna për tyre është kodimi. Scratch që themi ne ose kodimi me bloqe është një pjesë shumë e mirë ku ata mundon ose fillojnë hapat e parë me kriju lojat e tyre, programet e tyre, me kriju ato aktivitete që ju pëlqen në të gjitha fushat, edhe këtu fillon ajo pjesa ku nxënësat pastaj edhe kur vinë kurs, po edhe kur kthehen në shtëpi, e din që nuk është vetëm një diçka që ata janë mësuar shpesh ama me një lojë caktuar në të preferuar e tyre, por edukimi digital fillon shumë herët tu mundsu me kriju Scratch, tu mundu me kriju loja ndryshme, po edhe aktivitete, qëndrim, edhe gjithmonë mi tregu që mbrapa një faqes qëndron dikush që neve na përcjell. Edhe nëse ne si pre nuk mundëm të përcjell, ato dikush domethënë është të kontrollu këtë faqe, edhe do të me pas kujdes mi tregu gjonat reale që janë të programimit. A mendoni se kjo pikrisht edhe e ndron ndoshta edhe personalitetin e personit, pra e bën ndoshta më të disiplinuar, më të ndërgjegjshëm dhe më logjik? Çfarë eksperiencë keni pas? Mos pari ju, pastaj do të pyes edhe vajzat. Më kujtohet rasti i fundit kur kemi qenë me vizitu një kapsht në qendër atje të qytetit edhe kemi marrë një aktivitet vëdësues ose në edukim digital. Të paktën shamo kur kemi tregu qëndrimin pranë kompjuterit, pse do të me pas kujdes, mos me qëndru shumë afër ekranit, cila është distanca mes ekranit, që është të dëmton sytë e kështu. Edhe shumë të rinj dhe të reja pastaj kur kanë shkuar në shtëpi, ju kanë bërë presion prindërve ose moshatarëve tyre se na kanë thonë atë kursit keni kujdes se kjo mundet me dëmtu sytë. Nganjëherë ndoshta si prind mundem me fol shumë gjatë, po që themi ne ai ndikimi i mësuesit ose një trajnerit e ka një peshë këgjat madhe. Edhe sa ma shumë na që e transmetojmë këtë mesazh të trit, ata fillojnë mi marrë këto të senet e mira ose gjonat e mira, edhe mi kthy praktik për jetën që veç ata tash ka me zhvillu, edhe pa teknologji nuk mundëm me jetu, po do të me përdor mënyrën e duhur edhe drejt. Po, të paktën po mundohemi edhe ju sidomos po mundoheni shumë si akademi. Për ty Gresa, si ka ndryshu kjo? Ka ndryshu pak më, nuk mundu me thonë më ndryshe, për shkak se teknologjia dhe mjetet cilat i përdorëm, telefonat, laptopat e krejt këtu, dhe me thonë, të gjithë ne, dhe me thonë, e kanë atë funksionin e njëjtë, por vetëm mënyrën se që shë përdorëm ne, është dallimi. Sa i përket përmeni edhe profe, ishëm e një shkollë edhe si pyti i profesorit, tha, ishen në klasat e treta nëse nuk ka bëj, tha, a përdorni gjithë telefona dhe gjithë nxënësat atë e ngretën dorën lartë. Tash ishin fëmija e klasës së tretë, por që dhe me thonë, së teknologjia pa arrin qysh prej fëmiris, edhe gjithmonë do të me qenë edhe si të prindna, po edhe për mes profesorave me javjef një mesazh që studentat, ose dhe me thonë fëmijës, sidomos kur janë të vegjël, mënyrën e përdorimit e teknologjisë me përdor mënyrën më të mirë edhe mënyrën e me jap një oror të caktuar sidomos. Për shembull, edhe unë përdori teknologjinë, edhe pse për shembull unë jam tash pak më avancuar, jam tash pak më lart, do me thonë, kundër fëmijëve të vegjël, por edhe unë kam një oror cilën e përdori rrjetet sociale, por edhe pse edhe teknologjitë ndryshme për kodeme këtu. Sepse është që duhet me ru edhe atë anën e mendjes tonë të brendshme, se nëse vazhdojna me shumë kohë vetëm rena ose vetëm me teknologji, normal që pak ndikon negativisht e shëndeti ju në mendor. Kështu që duhet me menu edhe anën mendore, po edhe anën emocionale, sepse ndikon këgja shumë, ana emocionale tek rrjetet sociale, sot që peshohëm krejt që është diçka nuk është e kontrollune, është pak jashtë kontrollit, po na do të me qenë vedeshëm për këtë pjesë shumë.
Po, se ndoshta është e pamundur me kontrollu gjitha rrjetet, Shumë është e vërtet. pikërisht vetëm mundemi tek vetja me bën ndryshimin. Vetëm tek vetja mundu me bën ndryshimin. Pikërisht edhe kjo pjesa e limitimet në shtatorëve, so arrim telefon edhe qysh për përdorim, se patjetër edhe kur jeni në fushën e teknologjisë, patjetër kemi ulumtu për çdo sentri që del, sepse teknologjia po avancon në mënyrë të pandalshme, ndoshta çdo ditë kemi diçka të re, edhe prandaj pikërisht do të mund fokusu tek vetja dhe mundu me mojt atë balancin. Për ty, Lorta, si ka ndryshu ty? Në kohën e sotme ne kemi pa që teknologjia po përdoret tepër shumë, sidomos edhe pajisjet elektronike, po ashtu edhe inteligjenca artificiale. Për shumë që çdo gjë tash po ndodh përmes inteligjencës artificiale, po krijohen ndoshta lojra të ndryshme, programe të ndryshme, që ndoshta normal që ka edhe anë pozitive dhe anë negative teknologjia. Ka shumë anë të mira pozitive që na ndihmon, na lehtëson punën tonë të përditshme, kurse disa prej atyre që më mi përmend si negativitet është që po na bën ma dembela, domethënë na po mundohemi marrë gjërat e gatshme edhe po e lojmë mendjen tonë ndoshta anash për një moment edhe domethënë po na bjen kanjëherë ndoshta edhe motivime për me vazhdu me punu diçka të re. Po pikërisht pajtome kjo pjesa e dembelizmit e ka këtë tendencë, sepse kur e shohim një mundësi pra me mujt me kry diçka më shpejt, por ndoshta edhe ajo mund del pak pa si gjysëm e mirë, nuk del bashkë që ke mendu, edhe që aty pikërisht krijon problematikat. Desha të fokusohem të këto projekte që e keni pas konkrete, pra panajiret, bootcampet, a mundesh na tregu se që më merr, pra cilat janë ato pikërisht si kanë shku, edhe cilat janë ku ndoshta misionet e secilës, sa persona kanë qenë kështu të pranishëm, e kështu. Ndoshta tash më fokusu të që kjo pjesa, nxënësat në CTA, kryesisht CTA-ja është kriju në atë aspektin që edhe vizitat, edhe panajiret ose çka do qoftë që vizitojmë, me qenë kuadër që lidhen diçka me teknologji. Edhe shumicën e prindërve që kemi i sjellin fëmijët në kurs, kërkojnë një farë forme jo shumë shëtitje ose vizita në farë forme kështu jashta fushës tonë, po të paktën të jenë që ndërlidhen me fushat që ne i zhvillojna. Para se me shku të këto vizitat ose mundësitë, se sot Kosova ka shumë mundësi për mu zhvillu. Na, si të tajim një vend i vogël, një komunitet i vogël. Larta shamull vjen për një shkollës që është një shkollë shumë e mirë në fushën e programimit dhe ato mësojnë shumë. Tash nëse ne si të ta, veç ne i marrëm e rritat, atëherë nuk dalëm shumë serial. Ne do të mi mbështet shamull dhe nxënësat ku janë, qoftë Gresa në fakultet, qoftë Larta në shkollën ku e janë shkolla shumë të mira. Po ndërlidhja e shkollave me një fushë që ndoshta në shkolla nuk ja vëfran, ne mundohëm atë pikë me prek. Edhe tash Larta, Gresa dhe shumë prej neve, po na vjepet mundësia me vizitu shamull kampe ndryshme, panajire ndryshme, mu njof me kompanit shumë serioze. Më thonë, herën e fundit që ishëm në aktivitet këto në Fjekë ose në fakultetin në teknik, ku pat shumë programera, pat njerëz që të fushave ndryshme, ku kanë ardhur prej shteteve ndryshme, edhe ne ato patë mundësi mu taku me njerëz të fushave. Edhe këtrit e CTA-s po kanë mundësi me dalë me po se tregu është i vogël, domethënë nuk është veç Kosova, po është tregu tash global. Edhe ty po t'jepet mundësia me bisedu me një person, ndoshta që ëndër e ke pas. Unë herën e fundit i thash edhe këtyre, ishte një vizit prej një komunitetit japonez, bashkëpunim me Kjesën dhe Odën Ekonomike, ku unë si Muhammer isha prezent në atë vend, edhe më dha mundësia mu të taku me biznesmena shumë të njoftën të Japonisë, ku ishëm ball për ball take, edhe me po cilat janë mundësitë e bashkëpunimit. Do thotë, edhe në këto aktivitete ne nuk do të më anashkalu. Do të sa më shumë trit me marr pjesë, se nuk i dihet ku është çelësi i suksesit. Po pikërisht edhe formimi i kontakteve shumë e rëndësishme. Sot networku është ndoshta njëra prej pikave shumë të forta për trit që dëshirojnë me deportu në treg. Tash ne do thotë këtë fokus e kem, për jasmarrjen në panajire,
domethënë pjesëmarrjen në aktivitete që i zhvillojnë të rit, me kriju edhe me tregu potencialin e tyre. Platformat, krijimi i platformave rrjeteve sociale, pjesa e edukimit digital të trit mundohem shumë me punu në këtë aspekt, që profilet e tyre me qenë shumë profesionale, të paktën LinkedIn ose profilet që i kanë mas serioze, CTO-ja ka një farë sisteme që nëse është një trajnim shamo për front-end 7 muaj, HTML, CSS, JavaScript, e kanë si të obligueshme në fund trajnimit keq të teknika që e kam mësu, me kriju një projekt, me prezentu, edhe i thirrëm edhe komunitetin e prindërve, pjesë musafir ndryshëm, që të paktën mu liru këta edhe në prezentim, po edhe me po punën e tyre, edhe plus asaj mi hostu ose mi bo publike projekte e tyre, po supozojmë nëse sot ti kërkan CV të lartë, ose të grejës, ose një laurent, ose cili do të qohë prej nxancave të CTO-s, ti e gjenë dhe më thonë dosjen e tyre, i sheh projektet e tyre, edhe neve po na interesant që këta kur dalin treg të punës, jo vetëm një CV ose vetëm një intervistë me pas, po të paktën ti, nëse të intereson si punëdhënëse, me pas dosjen e tyre afër dhe mi pa projektet konkrete të cilat i kanë realizu gjatë kësaj pjesës. E këto vizitat edhe këto panajiret edhe mundësit që ne pjeva krijojnë nxancave, po janë shumë të mira këta me pa botën ka është të shku, sepse inteligjenca artificiale nuk ka ndalën, do thotë ne nuk do të më friksu prej sana, po do të më përgatit për këtë shekull që po sfidohemi me këtë pjesë, edhe do të mi marë teknikat ose pjesët e mira të inteligjencë artificiale, sepse e dim që këme pas disa profesione tash veç kanë më shu në aspektin e punësimit, po kanë më kriju shumë punë të reja që ndoshta as ne vetë nuk e dim çfarë punë kanë më kriju gjatë viteve në VM, e ne si gjenerata të reja ose studentat tonë të ri, do të më përgatit për këtë. Cilat profesione mendon që mundet më shu prej avancimit të inteligjencës artificiale? Tash këtë fush nuk kisha dasht me hi, me fol, nashta onë, se nashta mundë me gabu në diqka. Mendimi juaj. Po, se ko me pas shumë profesione të reja, kjo është pashmangshme. Do më thonë, kanë me dalë, po supozojmë fushën e medjave, tash na peshofim. Po bëhen video me AI, që ndoshta në të ardhmen këme qenë një fush e punësimit, ku ne vetëm kena me punu, me identifiku, a është AI apo nuk është AI. Po pikërisht atë në fushën e gazetarisë, kjo është pjesë goxha sfiduese që çdo gazetar do të më qenë i trajnuar tek kjo pjesa e inteligjencës artificiale dhe edukimet medial sidomos. Për me fact check çdo gjë dhe me pas informacionin sa më të saktë për të me përfaqësuar te publiku. Kjo do më thonë tash ku mu zhvillu, gjeneratat e reja na do të më mësu, po supozojmë nëse një nxënës e ka kriju një projekt se një punë ma herët me një PowerPoint, nështë i ka zgjatë 4-5 orë, a i sot me një vegël teknologjikës, a i pe krijan një punim për 3-4 minuta. Mirë, le të krijan sot punim për 3-4 minuta, po tash le t'i kushton ku ma tepër analizës punimet edhe prezentimet, që me dalë sa ma mirë në prezentim, edhe me ba analizë. Nështë aja pjesa teknike që neve na ka marrë ku ma tepër, eliminohet, po tash e shtën atë pjesën na do të me punu që, do më thonë, ti pe krijan një punë shumë ma letë, po këtë punë që pe krijan do të me ditë me mbrojt pse ke kriju si vegël ose si aplikacion. Po pikërisht pra sfida tjera me njëherë masanaj. Deshta më fokusu konkretisht si motivoni të rritë, cili është ai raporti pra trajner edhe nxënës. Pra ju përmendet edhe që jep një mësim, jep një tikon. Unë jep edhe landën e tikot në shkollat, një ndër shkollat më të mëdha në qytetat ku e zhvillojnë mësimin. Megjithatë, unë përveç pjesës teknologjisë ose pjesës shkollimeve në fushën e teknologjisë, kam pas fatin që ish herët mu trajnu ose mu certifiku si trajner prej Gizë Gjerman për soft skills dhe orientim në karrierë, ku kam trajnu shumë të ri edhe të reja në fusha ndryshme, dhe më thonë mi përgadit, qysh në për bootcamp ose në për trajnime ndryshme, edhe kjo mu më ka bo pak ma të fuqishëm, dhe thëtë që CTO-ja përveç kodimit, përveç motivimit, përveç edukimit, me lujt edhe një rol
si këshillim karrierën. Ndoshta nëse jam kompetent me këshillu dikan, po të paktën ne m'ia jap informata të drejta të orientimit në karrierë, mi tregu çto janë mundësitë ku ti do të më orientu sakt. Do thotë, cila është qëllimi tash i motivimit. Na po kem shpesh herë ndoshta vijnë dy vllazni, dy motra me një kurs. Dhe ne e dim këtë praktike ndoshta që ka ekzistuar shumë vite, kur nëse jem dy vetë bashkë, do të më shku me një shkollë bashkë, edhe nashta njëri nuk është për këtë fushë, e tjetri është për këtë fushë. Ne bashkarisht me prind pastaj po arrijmë që nëse njëri prej tyre po tenton me modërzu prej kësaj, nëse s'ka prirën këtë fushë, po tjetri është i mirë, atëherë bashkarisht duke motivu, duke i tregu se gjithmonë profesionet të ardhmen ti kemi mbet vetë me punu, edhe po arrijmë bashkarisht mi mbajt ata që janë të mirë në CTO. Edhe kjo është pjesa ku ne po krijojmë mundësi të reja për nxënësa të ri që me pas ma tepër vedije, ma tepër motivim, që me edhe mi përgatit. Programimi është një fushë që dënë logjik, dënë mendim kritik, edhe dënë durim. Jo sat për sat më bë programer, edhe jo me sinu vetëm sa pare këmi marë, po ti bëne punën e herë pastaj. Dishta unë fokusu pak tek vajzat. Ku e shqeni vetën tuaj pas 5 viteve? Pak si intervist pune, që ke pytje, po... Më bashkan gjitë pak më herë që vetëm edhe thatë edhe jo që gjithmonë jene të mësum, programim je gjithmonë student, nuk i asë një herë profesor, sepse gjithmonë teknologjia është të zhvillu edhe të gjithmonë kemë mësue. Kjo ndoshta e bënë më atraktive këtë fushë? E bënë më atraktive, shumë bile. E sa i përket mas 5 vite, po menoj me rrugën që kena fillu, edhe mos më dërzu as njëherë, po menojna që me pas edhe na diçka tonën, me kriju edhe në diçka, me lanë një mision tonën, dhe me thonë, në këtë jetën tonë, për arsye që edhe nëse na nesër mas nesër nuk ekzistojnë a pakten që ajo që na kena kriju me ekzistu, edhe me na mojt neve të gjallë gjithmonë. Që ka shumë e mirë ke. Për ty, Gjarta? Herë, unë vetën mas 5 viteve, ndoshta është pak herët akoma për mu, se unë jam në shkollën e mesme, po si që përmene edhe Grejsa, teknologjia gjithë ditë po avancojnë gjuhë programuse, po kemi të ndryshme, dhe normal që nuk do të me thona, okej, po ndalë në ashtë se pidi krejt, se gjithë ditë po delë diçka re që nështë na nuk edhim edhe po mësojmë, po shpresoj që kom e vazhdu si a kom fillu prej ditës të parë deri tani edhe me u bo një profesioniste, nështë deri dikon në fushën e programimit. Edhe unë shumë besoj që ju dyat keni u bo ta preku hunën, si mali me vërë. Zotri Muhammer, a mund është me dhonë një mesazh për krejt tritë që po na shikojnë tash, edhe ndoshta po ngurrojnë për me shku ka fusha programimit, me ndjek këto trajnimet e ndryshme, ndoshta nuk janë ashtë sigur ta mujt me adolë në këtë fushë. Mesazhi jam është mas pari me provu, me kriju diçka për komunitet, jo gjithmonë me marë. Na e përmenëm 20 vitën karrierë të mijat, ose mbi 20 vite, unë qysh hapat e parë fillestar, kam kriju kanalet e mija në YouTube, kam bë video, edhe kam publiku në YouTube, të paktën nëse dikush dënë me mësu diçka, në atë kohë, do të thotë që s'ka pas shumë, nashta pjesë që është tash AI ose diçka tjetër, me marrë një mësim prej asaj pjesës dhe me mësu. Edhe shumë videot e mija, kur i shikoj tash në YouTube, kthehem, janë të shikueshme në aspekte ndryshme. Po supozoj me një Excel, me një Word, me një punim ose instalim programet ose çfarë do të qoftë. Tash të ri për shembull, ata që hezitojnë ende me provu, ose me thonë, cila është mosha ma adekuate. Mosha ma adekuate është qysh tash klasë parë, dytë, mi anis me fillu me provu programimin. Fatkeqësisht, disa ne e dim që në karrierë e presin deri në momentin e fundit edhe me zgjedh drejtimin. Nuk pritet shembull ti me zgjedh drejtimin e me menu njavën e fundit klasës 9 ose klasës 12 e kështu me radhë. Ti do të me nis me provu gjonat edhe cila fushë po të pëlqen më tepër më zhvillu. Edhe ne në CTA kemi zhvillu çat koncept. Do thotë nuk është veç kodimi, po është robotika,
është pjesa e logjikës, është pjesa e mikrobitit, është pjesa elektronikës, është pjesa, domethënë, programim ki shumë fusha ku ti mundesh më orientu pastaj. Edhe tash programimi është me zgjidh probleme, edhe trit unë ju them, provoni, është fati mirë që në qytetet e vështresë pothuajse çdo vend kanë mundësi ku me provu ofër hapat e parë. Pastaj ti ki mundësi nëse danë më mësu veç për YouTube-ës. Mundesh me mësu domethënë prej shumë platformave ndryshme. Nuk do të thotë që një kurs patjetër do të më njeh. Personalisht unë kur kam filluar karrierën, domethënë nuk kemi pas shumë kësi qendra trajnuese, edhe ndoshta për mu certifiku me një CISCO, një kurs shumë shtajt ose diçka tjetër, i kemi ndjek në për Prishtinë, në për vende ndryshme. Tash fati i mirë është që shumica e qyteteve të Kosovës i kanë këto qendra trajnuese, edhe secila është ndoshta më e mirë se tjetra. Edhe ne, si CTA, e kemi një mision ose një mesazh për këtë qendra të tjera, mos të jemi konkurrues në atë aspektin negativ, po të bashkohemi që të trit edhe trejat na shohin, të shohin atë rezultatin. Jo do të thotë që nëse një nxënës sot Gresa se Larta është me një kurs timin, edhe jepet një mundësi me shku me një kurs tjetër që ekziston në Vushtri, ne domethënë me pas një farë xhelozie. Po ne mu gëzu, sepse një nxënës e jonja ka arrit një sukses me depërtu me një vend tjetër. Edhe që CTA-ja, edhe nështë këtë emision dhe ta shofin shumë veta, unë si Muhammer ju bëj mesazh, ose e kam një mesazh për këtë ishtë nxënësat e mi, dhe thotë na bashkohen rrugët tona të mira. Se di që kemë shumë nxënësa, shumë të suksesshëm që në këtë botën, edhe ata nxënësa që e shohin emisionin, të paktën kontribuojnë me zhvillu një tri. Se sot, domethënë, një tri, nëse ne ja japim një rrugë të mirë, atëherë është mesazhi më i mirë që ne e lëshojmë për këtij emisioni. Edhe ne jam shumë i lumtur që domethënë sot jemi këtu bashkë, edhe po na jepet hapësirë me fol për senet e mira, sepse jo vetëm gjëra negative, ne do të thotë edhe në shkollë, edhe në shumë vende, ju thojmë trive, mos e përdor, kemi ndalu telefonat shkollë, kemi ndalu sepse nuk po kemi ndaj strategji qysh me menaxhu. Në shtëpi do të thotë ndoshta skem edhe ato në plan, edhe po mbesin pastaj mungesa e këtyre zhvillimeve, sukseset e dopta në për shkollë, e për ata na do të më merë që përmenëm prej fillimit, që kjo është çelësi i edukimit digital, që mi tregu në secilën lanë pse do të me përdor mirë telefonin, në secilën aspekt, edhe kur mësohen nxënësat prej të vogël me përdor për edukim digital për suksesin e tyre, ne kemi pas një progres shumë të mirë në këtë aspekt. Pikërisht. Pajtohem plotësisht me këtë mesazh që besoj me të vërtetë i kam prek secilin prej personave, sepse jo edhe keni atë kontaktin e dini se çysh janë të ri, të dini çka mi këshillu pikërisht ata çka ju duhet tash. Faleminderit edhe një herë që jeni me ne sot dhe besoj e patëm një bisedë kështu kështu atraktive. Faleminderit shumë për ftesën, po besoj që me kënaqësi ju ftojmë edhe në qytetin tonë, edhe në CTA, se ndoshta sot më tepër jam të fol, por ne kemi edhe rrjetet sociale në Coding Train Academy, për ata që na shikojmë, kemi dhe faqe, edhe me një search shumë të lehtë në Google mundem me i pa aktivitetet, do të thotë nuk janë aktivitete në atë aspektin fals, po janë aktivitete reale, edhe po besojmë që kemi na pas bashkëpunim edhe me na emision më afër, edhe mi pa shumë të ri dhe të reja çish janë të zhvillu, edhe çish janë të kënaq, edhe çish janë të pa ëndrat, se secili ka ëndrën e vet. Po besoj që po pikërisht na veç tu e fule dhe goxha e mirë po na duket tash për në me pa kështu fiks si po shkon. Po besoj që historia e suksesit si Larta, si Gresa kemi me pas edhe jemi të zhvillu. Edhe është kënaqësi që ndoshta mas disa viteve do të jenë ndoshta themeluese të kompanive të tyre, edhe është një mision shumë i mirë. Të paktën për neve si CTA ose si Muhammer me kontribu në komunitet. Patjetër. Atëherë dashur shikues, kaq kishim për sot edhe këtë pasdite, mos harroni të riktheheni nga hëna në të premte nga ora 17 deri në takimin e radhës. Mirupafshim.